Një muaj pasi fëmijët u rikthyen bankave të shkollës dhe dijes, edhe qendra kulturore e fëmijëve Kujtimalia hapi dyert për të rinisur kurset për vitin ri shkollor 2025-2026. Mbi 1000 fëmijë kanë zgjedhur të bëhen pjesë e kësaj qendre që prej dekadash shërben si shtëpi e dytë për të vegjëlit e talentuar. Më shumë se 40 kurse falas në fusha të ndryshme si art, muzik, vallëzim, sport dhe aktivitete të tjera janë të hapura për fëmijët në kujdesin dhe përkushtimin e mësuesve të pasionuar. Momentalisht që flasim pa përfshi korin janë 900 fëmijë, duke më shumë se vjetë, sepse vetëm fëmijë të ri që vinë për herë të parë të marrin pjesë, të bëhen pjesë e qendrës tonë, janë 400. Kemi kurse të reja, janë 43 kurse ose 43 kurse që ofrohen. Gjithmonë jena mundu, aty ku kena pas edhe kërkesat më të shumta, jena mundu për me shtu kurse. Pra ju e shifni edhe vetë masivitetin, interesi është i madh, sidomos për artin, por numri është pak më i kufizum, sepse një kurs instrumentit ka 4 deri në 8 fëmijë. Ndryshe nga kurset e tjera të sporteve, apo të pikturës, apo të kërcimit, një fluks shumë i madh. Pjesa e pasdites fëmijëve kalohet në një mënyrë sa më cilësore. Kena thënë, është mjedisi i sigurt, kena socializimin e fëmijëve, janë eksperienca të reja, janë shoqëni të reja që ofrohen, por pse jo, të përçojmë tek këto fëmijë dëshirën për artin, sportin, të bukurin dhe kreativitetin. Emocionet janë prezente tek të vegjëlit që në shoqërinë e prindërve u paraqiten në këto mjedise. Unë në anglisht të bilbilat. Një zog i vogël, dure një djalë, ai po dridh dhe thoshe disa fjalë. Nuk me vjen keqe se jam i rritër, një ti vogël dhe paritër. Jam i vogël, anglisht edhe bulli. Pa pëlqen me lujt. Unë do djego kursin matematike dhe në anglisht. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtimalia bashkë me kurset organizon edhe një sër veprimtarisht të rëndësishme, si fjala artistike, bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë, festivalin mbarkombëtar të fëmijëve, përgatitjen e korit, garat në disiplinat sportive e të tjerë.